Këtu jemi në vendngjarje ku një automjet ka shpërthyer, dyshohet, pas shpërthimit të një lënde eksplozive dhe më pas ka marrë flak. Bëhet fjalë për automjetin me targa AA 759 EU që drejtohej nga biznesmeni i ndërtimit, 48 vjeçari Xhemal Çela, banor i zonës së plazhit këtu në Durrës. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 10:30 të paraditës së sotme, afër bllokut qeveritar, ndërsa dëshmimtarët okular në vendngjarje kanë bërë me dije se fillimisht automjeti ka qenë në ecje sipër dhe kanë dëgjuar një shpërthim i cili dyshohet nga lënda eksplozive. Më pas automjeti ka shpërthyer në flak, ndërsa njerëz dhe persona okular në vendngjarje kanë dhënë ndihmën e parë 48 vjeçarit. Unë rri lart, dëgjova shpërtimin, dolëm në rrugë kryesore, erdhëm poshtë. Qa ka ndodhur pas zjarr piksen që po fikte makinën aty, shpërtimin e dëgjova. Shpërtimi ishte i rënd. Në këtë ambient kaq të hapur siç është ky, shpërtimi u dëgjua shumë. Dëgjova zhurmë, një plazje, bam, isham të shtëpia, hera me vrap, tash çka ka ndodhur se mos ja njerëzit tangët ata, di se këtu banojnë. Pa makinën këtu ishte edhe makina që bërë cop. Në vendngjarje ndodhet edhe nëndrejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Sokol Bizhga, si dhe ekspertët xhenier për të përcaktuar llojin eksplozivi të vënë makinës e cila shpërtheu në flak.